Përshëndetje dashur miq, mirë se erdhët në Pagjurmë. Jemi live këtu në Report TV ku mes ditën e sotme do të flasim për dy vëllezër. Do të flasim për Kristian dhe Fabiol Qosja, dashur miq, 13 dhe 15 vjeç nga qyteti i Lushnjës, që kanë humbur çdo lloj kontakti me babain e tyre. Kanë 4 vite që nuk kanë asnjë informacion se ku ndodhet babai i tyre, zoti Bardhyl Qosja. Edhe pse nëna është divorcuar, ajo ka ardhur në studion e emisionit Pagjurmë në emër të dy fëmijëve për të gjetur babain e tyre dhe është zonja Antoneta Sula. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Përshëndetje dash. Do qetësohesh? E kuptoj që ke dhe emocione, por dhe atë që ke përjetuar në familjen tënde është një histori goxha e rëndë. Dhe ajo që mua më bëri përshtypje është se jeni martuar me mblesëri dhe personi që kërkoi dorën në familjen tuaj, pikërisht për zotin Bardhyl, ai në atë ku ishte në burg. Në burg. Ti je martuar ai ka qenë pas hekurave. Jam martuar për arsye se mendova këtë nga ajo që në moshën 4 vjeç kisha pësuar një aksident vetë, më ka shtypur makina, më ka lënë me pasoja të rënda. Dhe ti the po? Po, nga kjo mendova se... Gjatë që ai ka qenë në burg, kanë ardhur në jetë 2 fëmijët, por të gjithë të histori e dashur Antoneta do ma tregosh pas pak me detaje, por gazetarja Xhela Durishti ka udhëtuar në familjen tuaj. Dhe na sill pikërisht të material dashur miq që ndjekim dhe rikthehemi. I sëmur me epilepsi dhe me probleme të shtyllës kurrizore pas një aksidenti në Vogëli, familja vendos ta martojë 26 vjeçaren Antonetën, duke mos e menduar 2 herë me Bardhyl Qosen, i cili aso kohë ndodhej në burg për tentativë vrasje. Është kjo mbledhëria e pazakontë mes 2 familjeve, njëra nga Lushnja dhe tjetra nga Elbasani. Burri ndodhej ende pas hekurave kur gruaja mbetet shtatzën. Ata u bën prindër të 2 fëmijëve dhe Antoneta priti të shoqin me shpresën se kur ai do të dilte nga burgu, e gjithë familja do të ishin bashk. E kundërta ndodhi kur me daljen e Bardhylit, situata u përkeqësua edhe më shumë. Përndjekur nga frika e një hakmarrje të mundshme, bashkëshorti ndërroi disa herë shtëpi, situatë e cila u agravua edhe më shumë me dhunën që ai ushtronte ndaj bashkëshortes dhe 2 djemve të mitur. Rritur mes traumave dhe agresiviteti i të atit, nëna u detyrua të marrë një vendim, edhe pse pa përkrahje dhe në kushte të vështira ekonomike, para dhunës ajo zgjodhi ndarjen në vitin 2010. Prej 12 vitesh, Antoneta rrit e vetë me 2 djemë 13 dhe 15 vjeçar, ndërsa kujdeset edhe për nënën. E mbetur në udhkryq, 44 vjeçaria i drejtohet me një apel për ndihmë, kujdo mundet që të vë dorën në zemër. Me lot në sy, ajo na tregon edhe rezultatet e mira në mësime të djalit të saj të vogël. Kur je fejuar, ai ka qenë në burg. Po, ka qenë në burg. Ti e dije këtë gjë? E dinim këtë gjene. Po e pranuam me dërmi se thanë se do dilte dhe do të ecnin mirë gjërat. 4 vjet që e kam pritur atë në burg, brenda 4 viteve kanë ardhur jetë fëmijët. Në kohën që ishte në burg ishte mirë, i qetë ashtu. Si doli pastaj, filloi dhe me veten e tij kalonte dhe ai agresiv, kriza nervore. Mua njerëzit e atje më kanë ndjekur një furgon Elbasani, karbunar atje dhe kam ndryer 2-3 shtëpi. Shihesh gjithmonë e ulej si për topit dhe dridhej gjithmonë çuni kur bërtisve ai sa herë në çdo moment që do vinte. Një apel për ndihmë për 2 nipërit e saj e ka edhe gjyshja e tyre. Kjo i kam rëmi qapsa, kjo s'është për vete. Kjo ka probleme të veta. Makina ka për copë. Me sigur shkallët me si në gjithë që të sonis në për dyqanet me borse. Kjo është historia e Antoneta Sulës, dashur miq, kjo 43 vjeçare nga Lushnja që ndodhet me mua në studio, e cila më duket se nuk është në gjendje për të rrëfyer historinë pas ditën e sotme në studion e emisionit Pagjurmë. Jam mbushur nga lotët dhe dridhesh e gjitha. Ka lotët se me ato trauma që kam përjetuar jam por dhe kaq vetëm për ato fëmijët më ka dhënë forcë. Pa aksidenti që më ka lënë me ato pasoja unë me zgjidhje. Po duhet t'i japësh kurajo vetes, forca për t'ia dalë. Se nuk e ke qartë se e kam dhe fëmijët me probleme, sidomos shunin e madh. Kjo është e dhimbshme. Sidomos shunin e madh. E kam Dashur Antoneta, për ta kuptuar qartë historinë tuaj, për të mësuar çfarë ndodhi me ju, si u njohët me babain e 2 fëmijëve,
Si lindi dhuna në familjen tuaj dhe më pas se si u divorcua dhe ju braktisi dhe sot 2 fëmijët nuk kanë asnjë kontakt fatkesisht me babain e tyre. Ju jeni njohur përpara shumë vitesh me zotin Bardhyl Qose, i cili në atë kohë ishte duke kryer dënimin. Për çfarë ishte dënuar? E Rogozhinës, akuza ishte për tentativë vrasje. Kush person erdhi në familjen tuaj dhe ju njohu me... Aty, për herë të parë, po, ka ardhur vllai dhe motra e tij. Mendova se do më ecnin gjërat mirë dhe vazhduam sa ishte ai në burg. Me fjalë lidhje nuk e... Po pse kjo martesë e nxituar ku ai shumë mirë mund të dilte nga burgu dhe më pas... Ndoshta ja pra do lindnin këto pasohen më pas. Ai ndoshta na ka përdorur sa të dilte edhe vetë nga burgu. Edhe se u kuptua më pasaj se prindërit e ati asnjëherë nuk më kërkuan, motrat asnjëherë nuk patëm për ato fëmijë, se fëmijët si që kam unë i kishte edhe vllai e atyre. Kur juve i thatë po? Po. Motrës dhe vllajt të Bardhyl Qoses, ndërkohë që Bardhyli nuk e njihe, ai ishte në burg, i izoluar. Në burg, po. Dhe me këto kam shkuar... Si ndodhi, se jam shumë kurioze të di, se janë histori të rralla që rralli dëgjoj. Ai ishte në burg, ti vendose të martoheshe me këtë person. Si ndodhi parja, si u njohë e ti? Në fillim me një mikesh me numrin e telefonit, pastaj ka ardhur motra dhe vllai ati më kanë marrë në fshatin ku isha dhe me to kam qenë e shoqëruar. A i njini t'ju këtë familje? Pra, familjar tua i njini familjen Qose? Jo. Më pas u njohën dhe ato pastaj dhe menduan dhe ato si mas mendimit që po plas vetë. Se bazë do jecin gjërat në vi, se kjo goca është me aksidentin e makinës, a i në me burg. Kjo është një fatkeqësi, por ju kur mendua që a ishte në burg, po edhe filloi pastaj dhe të gënjente, se më e keq a ishte ja një vit ka me do dal, iku një vit, iku 2, 3, 4, 9 vjet i kishte brenda i, 4 e prita unë. Pra, në momentin që ti u njohe, a i kishte 9 vite që ishte në burg. Ndërkohë, takimin e parë që ti realizove me babain e fëmijëve. Po, ka qenë motra me vllain që më kanë marrë dhe më kanë çuar atje, te burgu Rogozhinës. Në fakt, ka qenë, ma tërgo atë ditë çfarë ndodhi, ka qenë një nga momentet më të vështira të njohësh partnerin e jetës në ambientet e qelisë. Erdhi motra me vllain, mu prezantua, unë jam motra e Bardhylit dhe vllai më morën në makinë e tyre, se kishin makinë dhe u dhëtuan në burgun e Rogozhinës. Dhe qa ironi e takimi pari dashurisë ndodhi i qeli? Pikërisht vetëm për këte, mora gjitha të forcë vetëm për punë e aksidentit. Tash ai ka bërë burgun në aksidentin dhe ndoshta do më mirë kuptojnë se po ta respektojnë, do më respektojnë. Ndodhi e kundërta. E dashur, ajo që të ka ndodhur ty është një fatkeqësi që kujdo mund t'i ndodhi. Mund të dalim në rrugë dhe na shtyp makina, kurse babai i fëmijëve, pa e paragjykuar sepse nuk e njoh kush është, kishte shkelur ligjin, ishte dënuar. Ke bërë një krahasim që nuk shkojnë me njëra tjetrën, por gjithsesi kjo ka ndodhur tashmë. Ju shkuat në burg, kishit folur ndonjëherë në telefon me personin në fjalë? Me bashkëshortin i bie? Kishte ndodhur vetëm 2-3 raste të tilla na pak minuta. Ja kishte dëgjuar zërin? Po. Çfarë të thanë në telefonatën e parë? Unë jam Pilani, tha Bardhyl Qosja, dhe direkt më tregoi këtë po, në burg ndodhem, tha, po nuk kam shumë për të bërë. A i kërkoj që ju të martoheshit? Po, nuk kam shumë bite për të bërë, tha, dalë shpejt. Me idenë se do po thoshte edhe ai të vërtetën, e por fotografin, dikush ta kishte sjell nga familja? Jo, fotografi jo. Nuk e parë pastaj, mbas 2 muaj kur ka ardhur vllai dhe motra. Pra, ju pranuat që të martoheshit, 2 muaj keni folur disa herë në telefon dhe pas 2 muajve vendose motra dhe vllai të merrnin dhe të çonin në burg që ti ta takoje për herë të parë bashkëshortin. Po, kështu ka ndodhur, po. Dhe çfarë burgu ka qenë atë kohë? Në Rogozhinë. Në Rogozhinë. 3 vjet i kam vajt atje, 1 vit i kam vajt në Peqin. Flasim për takimin e parë, jam shumë kurioze të di realisht. Ti shkove dhe takove aty në qeli, në dhomën e pritjes, ku ndodhin këto takime? Te dhoma e takimeve, kanë qenë dhe ata të dy në dëshmitar kur jemi takuar, po tha unë jam Bardhyli, mu prezantua. Si të kam folë dhe herë tjetër, tha,
tani motra dhe vllai nga i mbajtën. Se tha, si të kam thënë, tha ai, unë nuk kam shumë kohë për të bërë brenda. Dal shpejt, tha, dhe gjëra do ecin mirë. Me këtë ide, e besova në 100%. Thash, unë do na respektonin, do kaloj pak minuta, se nuk lejohesh atëherë, që të rria shumë. E bëm gjysmore bisedë në pranit atyre dhe e vazhduam. Më çuam prapë në lushnjë ato, vllai dhe motra. Kur doli nga burgu dhe u ktheve në shtëpi, ti ke qenë e re në atë kohë? Po, 26 vjeçë, atëherë. 26 edhe pastaj tentoj që të kërkonte edhe cilibrimin e kemi bërë atje në burg. Edhe cilibrimin, martesën e keni bërë në burg? Ka qenë aktori Beratit atje, me fjalë cekja, në atë moment. Aktori humorit, po? Baruan atje ata dhe u erdhën te zyra jonë aty. Ka qenë drejtori burgut, ato të gjithë. Që keni bërë celebrimin? Në farë mënyra të martesën? Po, i besova shumë pare. Qa ndodhi pasaj? Viti parë? 4 vite ti ke që në shtëpi tek nëna dhe a ishte në burg, ishte të martuar ligjërisht, ti shkoj dhe e takoje në burg. Unë e takoj atë, po njerëzit ati asnjëherë nuk ma panderën, nuk më erdhe njerë thoshe faleminderit mësojnë që po i shkon të afërmit tonë atje. Po pse? Pse nuk e njohe familjen e Bardhylit? I ke gjithmonë me shpresën, se djali po më thotë të vërtetën me fjalë, djali tyre po më thotë të vërtetën dhe do dali do ecin. Jo, po nëna, babai ti, motra dhe vllai që të erdhën në fillim, me ata s'pate kontakte? Nuk kisha shumë. Pastaj gjatë kohës ata sa vinin gjërat më të ftohta, sa vinin më të ftohta, asnjëherë nuk më erdhën. Ato 4 vite shkove dhe takove në burg, kur solleni edhe 2 fëmijë. Po. Kur ngele për herë të parë shtatzën? Mas viti, 2 vit, ka qenë takim që i veja 2 herë në muaj atje. Se brenda vitit parë u bë cilibrimi, si thash, jo që me takimin e parë. Mas 2-3 takimesh kështu është bërë cilibrimi. Pastaj vazhdonin takimet rrjedhshmërisht. Në vitin e dytë kam sjell në jetë, në vitin e dytë të njohjes kam sjell në jetë pastaj djalin e vet. Djalin e parë. Në momenti që mbetesh shtatzan edhe babai ka qenë dakord, dhe pse ai ishte mbrapa hekurave. Mas gjithë këtyre gjërave që më ndodhen, dola në konkluzionin se thjesht më ka përdorur sa dilte nga burgu për vete, se përderisa motra, nëna, vllai, asnjë mirë veta ishte në burg, nuk më erdhen asnjëherë. Djali nuk më afronin asnjëherë si me të madhin dhe me të voglin. Kur familjarët e tu, e dashur Antoneta, nëna, çfarë të tha momenti që ti mbetesh shtatzan? Edhe ato e përjetuan në fillim keq, se nuk i thonë shaka, burrin burg, njerëzit e tij asnjëherë e përjetuan. Por babai ishte dakord që ky fëmijë të vinte në jetë. Babai dhe ai e përjetuan pak keq, po. Kur ti e mësove që kishe mbetur shtatzën dhe ja dhe lajmi në burg, si reagoi ai? Mirë do ecin, gjithmonë me gënjeshtra mbante. Mirë do ecin gjërat, mirë do ecin derisa. Kur e mësove të vërtetën që ai kishte edhe disa vite të tjera për të kryer burg? Si u bë djali i madh 2 vjeç e gjys kur erdhi djali tjetër pastaj, edhe që po shtyeshin afatet, po dilnin gënjeshtrat e tij. Pastaj me të pyetur dhe vet me anëmisi atje, jo më thanë, i ka bërë 9 vjetë kur je lidhur ti, po a i ka dhe kaq në total për të bërë, se dënimi ishte marrë 16 vjetë. A i ka bërë 13 vjetë, ka përfituar liri me kusht si bashkëshort, me fjalë që ka bashkëshorte në sëmur. E kupton me fëmijë, për të gjoja për të më ardhur në ndinë. Prandaj u thoni që ju ka përdorur. Më ka përdorur. Përderisa asnjëherë nuk pasha respekt, as nga i kur doli, as nga njerëzit e atij, se kjo më shumë trauma ime që përjetova që kjo. Po fëmijët i ke çuar në burg? E ka takuar babain e tyre në burg? I madhi, ka qenë i vogël në atë kohë, po, ka qenë ashtu. Kurse gjatë gjithë kohës, pastaj që si doli ish burri nga burgu, pastaj ai imagjino, 13 vjetë në burg, 3 vjetë në Biruc, ai ishte bërë totalisht agresiv, kishte shqetësime. Për të përshtatur me realitetin, jashtë duhej një kohë e gjatë. Por mua më vjen keq, dashur Antoneta, që ditët më të rëndësishme të jetës tuaj,
qovë dhe ato jo më të mira, i ke përjetuar e vetme, pa bashkëshorti në krah. E vetme dhe trauma më e madhe, si ta thash dhe pak më përpara, që po rrisja fëmijët në derën e mamit, si me mjalë, se ata asnjëherë nuk më ndihmuan, asnjëherë nuk erdhën të më thoshin faleminderit, ose të shikonin niprat, jo, asnjëherë të vetme. Por pse ndodhi kjo gjë? Se ti më the në fillim ka ardhur kunata dhe kunati në shtëpi që më morën, më quan në burg dhe bëre takimin e parë. Si duket ata, do i ketë shtyra ai që nga burgu, sa për atë moment, pastaj su pan me as ata. Ju bët celebrimi dhe u martuat ligjërisht, edhe pse ndodhi fatkesisht pas sekurave. Ai kreu gjithë dënimin dhe doli nga burgu. Besoj erdhi në shtëpinë tuaj. Po, në Lushnjë kemi jetuar, me qera. Si vazhdoi jetesa juaj më pas? Agresiv. Në çdo moment agresiv, vinte ai, shkonte, dilte, pinte, vinte, bërtiste, ulëriste, çuni mat me një fjalë mbrapa derës, ulur si për topi, dridhe i tëri. Ka qenë momente të trishta, kemi kaluar traumë si unë dhe çumin një matë. Pra, ju po më tërgoni Antoneta që kur ai doli nga burgu dhe u rikthye në familjen tuaj, nuk ishte më ai bardhyl që ti takoje në ato pak minuta në ato dhomat e pritjes të burgut? Jo, totalisht agresiv. Pastaj qa ndodhi, brenda 4 viteve, si doli edhe djali dytë në jetë, e kisha nga stresi që përjetova, doli me probleme shumë, çuni vogël, me zhvillim bon shumë mendor dhe distrofik, që unë duhet të ndiqja në kombinat, dhe fal një mjeke në Lushnjë, po, pediatret e materniteti fëmijëve në Lushnjë, më ka thënë bravo të qopë që e ke kapu në kohë, tha se ky është i vogël dhe i zë kocka. Edhe tha do ta çosh në kombinat për fizioterapi. Falë Zotit, stafi të qendra autizmit kombinat më kam pritur, më kam pranuar me të 2 fëmijët se nuk lejohej. Në atë kohë, me i fjalë që do... Që ke bërë trajtimin? Po, edhe t'ja ti përndesh shumë drejtoreshës, Migena Kika. Ajo tani nuk do dhe të më atje, po mua ajo mi shbërë në atje. Dhe unë i falenderoj. Antoneta, a i doli nga burgu, bardhyl qosja, ish bashorti juaj, ju vazhduat jetesën në qytetin e Lushnjës. Më tërgove që a ishte shumë agresiv, filloj të ushtronte edhe dhunda jush. A i kishte raste që më shumë shfajte agresiv, tremte fëmijët. Vinte i pirë, thuente me përplase dyre ato fëmijët të vegjël. Dhe në mjekimin e djalit vogël shkoj te mjeku neuropsikiatër në Lushnjë, që të dalë këtu te kjo që më pyete. I them këtu, ja trekoj hallin komplet, dhe më thot akoma me atë vazhdon të më thot neuropsikiatri jonë i Lushnjës. Po normale sa i ka kaluar në depresion të rënd, ka kaluar krizë, 3 vjetë në Biruce dhe këto prite, këto simptomati, qa pret, që a i të, kur më tha dhe a i është... Puna të konë, nuk kërkove ndihmën e familjarëve të ti? Asë një përgjigje. Ku a i edhe ato i mashtronte, në një farë kohë mua më kanë timuar pak dhe vlezërit e mi, që ranë në Lushnjë pagonte. Ua ima i thoshte e sjellën a ime më gënjente, mashtronte, në fund pare kur jemi ndarme e ka marrvesh që ato i ka paguar vllai im, ishte filloi mashtrimet. Ti vendose ti pje fund kësaj martese? Pas afro sa vite u bën? Unë doja ta tregoja këtë, po aq më dhem shpirti se për ato fëmijë ja pjetën let ngelem, nuk jam pishman që jam kështu sot, se për djalin e vogël që shikojnë kem me gojë, se ai as nuk ecte, as nuk fliste, të pyesnin kombinat, t'ja u tregojnë të vërtetën time. Po, ka ndodhur në një rast që ky ndodhej e lash të vetë, edhe jam penduar, po, e lash vetëm me 2 fëmijët, edhe shkova në spitalin e Lushnjës, vazhdoja procedurat e kempit për vete. Ky, si duket ja caruar, më kishte goditur çunin e ma tha që rend, dhe qa ndodhi, unë nuk e ndoqa me psikologe në ato moment, që unë i tani ka avancuar shumë, ajo traume, moshës 3 vjeçare. Në moshën 3 vjeçare, një goditje të rënd në djali madh, që po e buan me shpirt. Po i ri... Por ju nuk e denoncuat babaj? Jo, po kush e pranon të atje denoncimin? Me urdhër mbrojtje me këshu ishim neve. Ai agente nuk e di se si, derisa ka vajtur dhe mami të polici zonës i ka thënë.
Më gjeti që djalin i ka thënë me s'ndajemi mirë bashkë. Ti i kërkove divorcin. A i pasaj u largua vetë, prandaj i bënte ato bërtise ullëriste, që ti ndote kjo e fundit, dhe mund, se derisa nuk na respektonte, dhe familja ti jo. I kam Nuk kërkuar respektonte ndim, as ju, por nuk ishte dashuri as për fëmijët. i kam kërkuar një ndim për çunin e madh, nuk jam këtu s'më tregoj, nuk më ndihmoj me një fjalë, Antonita, sa qëndruat bashk 2 vjetë. pasi doli nga burgu? Pra 4 vite Dhe 2 gjatë kohës që ishte në burg që keni qenë të martuar dhe 2 vite jashtë kur ai mbaroi dënimin. 6 vite në total keni qëndruar bashkë të martuar. Më pas ai u largua edhe ti u drejtove gjykatës dhe Gjykatës, dhe t'ja di për nder gjyqtares Brikena Lubonja, ja kështu si që jam tani me lotë në sy, mos u prek, më tha mos e do, tha, çfarë kërkon ti, thane, si përfundim, thash, unë dua të ndajemi tani, thash edhe, më ka ndihmuar, më ka sjellë këtu në Tiranë, gjyqtari. ju u divorcuat, ti qëndrove e vetme me 2 fëmijët. Ti në fakt e vetme ke qenë, sepse ai vetëm 2 vite që e prezent në familjen tuaj, e vështirë jeta për ju. Por kontaktet me fëmijët i mbajti, se besoj që ai është rikthyer në familjen e tij. Jo, më gënjeu, më gënjeu fillim, mbaj numrin hapur se do të marr, më gënjeu. Në fillim pare i vajta njerë në fshatin e ti unë me të 2 fëmijët, se mos bësh i gjallë që të sillte edhe në një gjë për fëmijët të paktën, solli për ca kohë ai se pa që unë çova fëmijët atje, pastaj u Në cilën shkëput zonë të Shqipërisë jeton? në fshatin e Elbasanit, Gjonme. Sa kohë kanë fëmijët që nuk e kanë takuar fare babain e tyre? 3-4 vjetë. 3-4 vite. Po. E kërkojnë? Tani e kanë... E ndjejnë mungesën e ti. Po dhe ndjejnë, se ata shikojnë të tjerët. Unë tani çunin e madh e kam në shkollë në Pierre, po t'ja di për nder shumë shkollës, se ma mbajnë afër si fëmijën e tyre, kush e bën atë se bëri babai vet. Keni informacion se ku ndodhe sot babai? Jo, s'tregon ai. Nuk më tregon. Po kontaktet si keni? Nëpërmjet telefonit, nëpërmjet Facebookut? Ka marrë një herë, kur merrna një herë kështu, 1-3 muaj kur merr pa numre, nuk tregon. Nuk për arsye se... Po kur ju merr, çfarë ju thot? Si janë çunat kaq, si janë çunat, po çunin ai fare mirë mund ta marrë edhe vetë ta pyesi si je o birë, po jo. Se janë të rritur. Njëri është 13 vjeç, Kristian Qosja që fatkeqësisht ka probleme, dhe Fabiol Qosja që është 15 vjeç. Të 2 fëmijët kanë afërsisht 3-4 vite që nuk e kanë takuar fare babain. Por nësa i na ndjek, ke një mesazh për t'i përcjellë ish bashkëshortit, në fund të fundit ai ka detyrim për ata fëmijë? Po tani e thash dhe pak më përpara, si që kam unë i ka dhe ai, po të pak ta shikojnë si baba dhe fëmijët me që të sa të ketë mundësin 2 vit i takoj, t'i shikoj, ta ndjen ngrotësimin. Po, të ngrotësia ndalin. Se unë nuk e daj ku... Ka nevojë për dashurinë e babait. Po, si që kam unë i kishte dhe ai, po ja që ai... Nuk është se ja kam daluar unë, ai s'më është për vetë. Jetesa për ju sot është e vështirë? Shumë, shumë. E kam nisur, falë Zotit që më ka ndihmuar dikush atje në fshat, që i ka marrë porcet, edhe kam ndjekur djalin e vogël në kombinat me terapit që silja njerë në 6 javë. Sepse përpos që ata trajtojnë me kemp... Po pastaj doli kempi, në vonë. Ajo pjesë e parave që ju merrni nga kempi nuk janë të mjaftueshme për të bërë fizioterapitë, të cilat në privat kushtojnë shtrenjtë për së vërtetës, gjë të cilën ti nuk e ndjek dot. Jo, unë isha pa kemp në atë kohë që kisha çunin, po the me borxhe, dhe akoma me borxhe jam, po çfarë të bëj, ku vetëm ata fëmijë më japin kuraj, por edhe pse jam shumë e smur, më e smur janë vetë se sa ata, po. Ndërkohë që në kronik pash dhe nënën që e kishit të smur. Dhe ajo shumë e smur, me humbje kujtese, me kështu, po çunin e madh, ajo ma ka rritur. Ti sot jeton vetëm me nënën dhe 2 fëmijët? Po, çfarë të bëj. Nga bashkia e qytetit? I kam vajt kryetares bashkis nga hapër 2-3 herë, i kam thënë, madje dhe para 2 javësh, pastaj mora guximin t'ju kërkoja dhe ju vendim. I kam thënë, ato më kalojnë 20.000 lekë të vjetra, po ka shtëpi sot 20.000 lekë të lutem.
Sa e keni qeran juve? Po, aty ku jemi ne, si që ja, shikoj, zjerim ne atje. Ajo, 80.000 lekë është, ajo detyrojmë unë vetë të kempit, po dhe kempin që e kam për ilacet e mija, e kam sot se kam nesër, se mu ma kanë djek 2 herë kempin, kush më siguron që do ta kem. Ne jemi lidhur, Antoneta, me bashkin e qytetit të Lushnjës, jemi lidhur edhe me kryetaren, dua ta falenderoj, por ajo momentalisht nuk ndodhet në Shqipëri, është për një takim në Turqi, por kemi një lidhje telefonike nga Drejtoria e Shërbimit Social të qytetit të Lushnjës, zonjën Anila Çela, që unë menjëherë përshëndes. Zonja Çela, përshëndetje. Ndërkohë që do bëhet gati lidhja telefonike me Drejtorinë e Shërbimit Social pranë Bashkisë së qytetit të Lushnjës, do të jetë Anila Çela, për ta pyetur dhe për t'i kërkuar në një farë mënyre, unë nuk e di se çfarë merrni, por e kemi. Zonja Çela, përshëndetje. Përshëndetje. Zonja Anila, unë të falenderoj për bashkëpunimin që kemi me emisionin Pa Gjurmë, më është hera e dytë që vjen në studion tonë. Po, është e vërtet. Të falenderoj sinqerisht edhe për bashkëpunimin e parë që kemi pasur për një djalë jetim nga qyteti i Lushnjës. E dashur Anila, sërish mes ditën e sotme kam një zonjë nga qyteti i Lushnjës, nuk e di nëse je duke na ndjekur. Po, unë dua të di se kush është zonja dhe më informoni pak se... Antoneta Sula, quhet zonja nga Lushnja, është 43 vjeç, nëna e 2 fëmijëve të sëmur e divorcuar. Ajo ka ardhur në këtë studio të kërkoj babajin e fëmijëve, po përpos kësaj ne po flisnim për jetën e vështirë që e bën në qytetin e Lushnjës dhe ndihmën që kërkon nga bashkia e këtij qyteti. Antoneta është një rast shumë i njohur në Bashkinë Lushnjës. Njini, po? Është një zonjë e nderuar, sepse një nënë e vetme që i ka rritur dhe është kujdesur për fëmijët e saj. Dua ta falenderoj që i çon dhe i ndjek në shkollë, i mban të pastër fëmijët edhe kujdeset shumë. Dhe unë e falenderoj për këtë sepse nuk është e thjesht një nënë e vetmuar, që e cila ka dhe vetë probleme shëndetësore. Dhe Antoneta aktualisht çfarë ofron? Kempi merr dhe për 2 fëmijët, madje për djalin e madh, të cilën ajo e ndjek dhe në shkollë në Fier me sa di unë. Po, ma tregoj që është në qytetin e Fierit dhe trajtohet me kemp. I ka shumë të mbarë dhe shumë të mirë sepse Antoneta kujdeset aktualisht për fëmijët e vet. Dhe ai paguhet dhe me 200%. Me qenë se sjell vërtetimin e shkollës, merr kemp për djalin e vogël, i cili dhe ai ka problemet e veta. Po. Merr dhe vet Antoneta. Veç kësaj, nga Bashkia e Lushnjës i ofrohet edhe qeraja e shtëpisë. Yo nuk e di, sepse ajo është e caktuar qeraja. Në fakt ajo më tregoi që 40.000 lekë të vjetra merr bonusin e qeran që jep bashkia. Në fakt kaq janë tarifat, por jetesa në Lushnjë që nga pak më e shtrenjtë, aty qeraja shkon diku te 80.000 lekë. Shtëpia e rënuar që ka marrë me qera zonja Antoneta, se besoj një shtëpi që ka kushte më të mira mund të jetë diçka më e shtrenjtë. Jam shumë dakord dhe vetë kësaj, pos kësaj, në kontratën e qeras të cilën Antoneta bën me qeratënësin, kam përshtypjen që merr dhe bonusin e qeras. Dhe në fund të vitit, i ofrohet një bonus i përbashkët, një 20% që më tepër, dhe merr një sasi lekësh. Por Antoneta është e mbështetur nga ne dhe e nderuar. Sepse është një grua e nderuar me të falenderoj zonja Anila dhe nuk e vën në dyshim. Sa herë që të kam telefonuar për raste që vjen nga Lushnja si ty, edhe kryetaren e bashkisë, gjithnjë më jeni përgjigjur. Ju falenderoj. Sinqerisht për gjithë ndihmën që i pas keni dhënë kësaj nëne që është e vetme. Dhe ju përshëndes. Me sa mundësi të kemi në Antonetën do ta përkrajmë. Edhe kjo na intereson, që ndoshta paketat shtesë që mund të vinë, bonus për festat e fundvitit, të ndihmohet kjo nën për të festuar me 2 fëmijët e saj. Antoneta është në fokus, si të gjithë nënat e dhunuara edhe vajzat nëna. Që bashkia joni ka në fokus. Të falenderoj e dashur. Të falenderoj, Anila. Falenderit e juve, gjithë të mira. Gjithë të mira. Ndërkohë që Anila tregoi që ato çfarë ofron bashkia, i munduar që Antonetën ta ndihmojmë. Ndoshta mund të them diçka. Patjetër. Unë vetëm nga kryetarja mbaja shpresë që më mbajti me kurajo deri sot, se më dha fjalën do bëhet pamundur. Unë vetë para 2 javësh i them, të lutem si do bëj puna ime. Tha, po ja, prit tha se unë nuk bëj shtëpia vetë, më tha më. Po unë nuk kam kontratë qeraje, i thash. Por pa paragjykuar.
Unë e njoh personalisht kryetaren e qytetit të Lushnjës. Jo, më pret sotim ka Kish pritur. fakti që ajo i takon çdo qytetar që shkon tek dera e saj dhe mundohet të bëjë më të mirën është për të falenderuar. Po, ka pritur. Sepse nga eksperienca ka plot kryetar bashkish në këtë Shqipërinë tonë të madhe që nuk e hapin telefonin dhe nuk presin as qytetar. Jo, më ka pritur. Por gjithsesi më ka mbërritur një mesazh në këtë momente në telefon, nuk po e zbuloj, do ta marr në këtë momente personin që na ka dërguar këtë mesazh dhe që është për ty e dashur Antoneta. Një telefonat që mbërrin për nënën e 2 fëmijëve, besoj që do jetë lajm i mirë. Era zgabim numrit, besoj. Provoj dhe një herë. Regjia, let ma marri që ta kem audion. Kemi një telefonat. Po bie Zilja. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Jemi drejt për së drejt, jam Odeta Dume nga emisioni pa gjurmë. Po, nga Lushnja jam. Besoj ju duke na ndjekur. Po. Të falenderoj për mesazhin që ke përcjell për zonjën Antoneta, por ju mora në telefon që ajo ta dëgjoj vetë. Nga Lushnja jam. Po? Kam qenë shef finance në burgun e Rogozhinës dhe e njoh nga afër edhe të shoqen edhe këtë zonjën. E njeni mirë historinë e të dyve? Po, të dy i njoh mirë. Unë thash për vitin e ri dhe të jap një ndihmë modeste, pasi kam edhe fëmijë jashtë shtetit, edhe ta ndihmojmë një shik. Të falenderoj sinqerisht nga zemra për ndihmën që ti do ofrosh pikërisht për nënën e 2 fëmijëve për festat e funditit, që dhe ajo të festoj, ndoshta për të larë edhe qeran e muajit dhjetor, sepse ajo 20.000 lekë të vjetra merr bonus nga bashkia, por për të festuar siç feston çdo familje. Të falenderoj sinqerisht. Ju falenderoj dhe ju do ta sa të kemi mundësi do ta bëjmë me gjitha drejtimet. Të falenderoj zotërit, falenderoj. Faleminderit. Ishte nga Lushnja, nga qyteti jot. Faleminderit, po sa për Nilën që more pak më përpara, do dilte te bonusi. Të lutem, bonus, qeraja paguhet muaj për muaj, dashur nuk paguhet njerë 3-4 muaj. O, le ta mbajmë bonusin, vetëm më gjenin një dhomë atje pa qera. Të besoj për këtë pjesë, dashur Antoneta, por shkojmë drejt fundit. Mesazhin për ish bashkëshortin e bëre nga studia e emisionit pa gjurmë dhe onuroj dhe shpresoj që Bardhyl Qose të reagoj për 2 fëmijët të cilët nuk kanë kontakt me babajnë e tyre që prej para 4 viteve, por i bëjthirje gjithë familjes Qose, nëse kanë informacion se ku ndodhet sot Bardhyli, le të na ndihmojnë. Ne kemi 2 numra telefoni në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj dhe është nga qyteti e Elbasanit. Dhe dua ta mbyll Antoneta me një mesazh. Një mesazh që besoj drejtori gjithë publiku të Report TV emisionit pa gjurmë. Po, mesazhi, nëse ndokush ka mundësi të më ndihmojnë, ndoshta të më ndihmonin sa të rregullosha me një dhomë, mos të pagoja qeran, që ato kempin sa e kishim merja ilaçet rregullisht, se unë buaj nga kifoskoloza. Djali epilepsi që rregullimet sjelljes kalon kriza nervore i madhi, i vogli, po i sëmur, dhe vetëm këtë kisha. Dhe mua sinqerisht më vjen keq që lekët e kempit që ti merr për të bler ilaçe e detyruar të mos pish ilaçe për vete por të paguar shëran. Do t'i jap me emra atje, me që keni kontaktuar dhe në Bashkiet Lushnjës, te farmaci Borjanka. Unë tani pa paguar të parat nuk marr dot të dytat, unë të kifoskolosis duhet i pi rregullisht se mund bë komprimarrjen direkt. Midis të gjithave pasojave lartë që kisha, unë kam dhe këmbën, që kisha dhe këmbën për operim, me venë varikoze. Fëmijët mjekohen, marrin medikamente, ilaçe? Fëmijët, Depakin ka i vogli e ka me rimbursim, po i madhi më vret shumë. Cako nuk jam merë një dot, po si i zvajti shumë u murë ndua. Ka nevojtë për psikolog? Po, dhe për psikolog, po i lasin që me... Unë uroj të bëhet më e mira për ju. Falimderit. Uroj dhe shpresoj që thirrja që bëre nga studia e emisionit pa gjurmë të ketë reagime për të ndihmuar ty dhe 2 fëmijët që ndodhesh e vetme. Mirë, kanë mbritur edhe disa ndihma të tjera, më njofton kryeredaktoria Elda Lamja në këto momente, që ajo po flet me të gjithë ata persona që po na ndjekin. Ju falenderoj nga zemra që doni ta ndihmoni këtë nën. Ne do ndjekim pak reklama dhe rikthehemi bashkë në pjesën e dytë.